Belshi po promovohet gjithnjëherë më shumë si qytet turistik, ku investimet përgjatë shëtitores dhe rreth liçenit kanë krijuar ambiente çelëdhëse për qytetarët dhe vizitorët. Megjithatë, një situatë shqetësuese ngre pikë pyetje serioze mbi sigurinë e fëmijëve. Pra një kënd lojrash të ndërtuar nga Bashkia Belsh, ndodhet një kabinë elektrike ku sipas pamjeve të siguruara nga kamera e televizionit Apollon, dera e objektit qëndron e hapur, ndërsa kabuj dhe pajisje elektrike janë të ekspozuara në afërsi të zonës ku luajnë fëmijët. Pajisjet elektrike dhe telat ndodhen në një distancë të afërt me këndin e lojrave, duke krijuar një rrezik potencial për jetën dhe shëndetin e fëmijëve, por edhe të qytetarëve që frekuentojnë këtë hapësirë publike. Banorët shprehen të shqetësuar për mungesën e masave mbrojtëse, ndërsa kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme të institucioneve përgjegjëse. Sipas rregullave të sigurisë, objektet elektrike duhet të jenë të rrethuara dhe të mbrojtura me akses të kufizuar për publikun, veçanërisht kur ndodhen pranë ambienteve të frekuentuara nga fëmijët. Deri më tani, sipas qytetarëve, nuk kanë marrë asnjë mas për rrethimin e kabinës elektrike apo për sigurimin e plotë të saj. Ata kërkojnë reagim nga Bashkia Belsh dhe operatorët përgjegjës të rrjetit elektrik për të shmangur rrezikun e një ngjarje të mundshme. Ekspertët e sigurisë theksojnë se raste të tilla duhet të parandalohen në kohë dhe jo të trajtohen vetëm pasi të ketë ndodhur një aksident. Pamjet e sjellura nga televizioni Apollon tregojnë një realitet shqetësues ku fëmijët vazhdojnë të luajnë vetëm pak metra larg një objekti elektrik të pambrojtur. Një situatë që kërkon ndërhyrje të menjëhershme për të garantuar sigurinë e qytetarëve dhe veçanërisht fëmijëve.